administratën e papolyrë, ata që nuk kanë fut dorët të taksat e shqiptarëve, që t'i bashkohen dhe të fillojnë të bojkotojnë punën të paktën për një muaj deri në rozhrimin e kësaj qeverie. S'është vetë njeri për ngritjen e çmimeve me gocë sportës, ke frikë me hyrë markeqe, i rrisin çmimet për ditë, dalin të flasin njeri për këtë punë, vetëm llafe përgjithshme, u bën 13 ditë, po një ta llafe dëgjojmë. Flasin për ushqime që ngrihen çmimet ditë, gjithë botën ne me cent, ku ngrihen 3000 lekë thoshte, ne kemi rroga nga. Është ushqimi është ekzistencë, domosdoshme, nuk është luks. Ç'është folin njeri. Mirë, vjerën thirrjet nga ana e organizatorëve. Këto janë thirrjet për mobilizim, siç kemi parë gjatë këtyre ditëve, mbas grumbullimit në sheshin Skënderbej, qytetarët do t'i drejtohen kryeministrisë. Kemi një ndryshim në orarin e nisjes së kësaj proteste, të argumentuar natyrshëm në këtë periudhë vere. Temperaturat e larta duket se kanë spostuar paksa orarin me 60 minuta, nga ora 18, grumbullimi i qytetarëve do të nis nga ora 19 e mbrëmjes për vijuar deri kur të shihet e arsyeshme nga ana e organizatorëve, nga ana e të rinjve të cilët janë parë gjatë këtyre ditëve të përshkojnë në këmbë akse të rëndësishme kryesore të kryeqytetit, duke brohritur, duke ngritur